Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Në fakt, edhe këtë radhë ne vim me një risi në diagnostikimin dhe trajtimin e traktit tretës. Dhe pikërisht është paketa GAD-RESET. Paketa GAD-RESET është një paket që përfshin disa teste diagnostikimi shumë të rëndësishme, për të cilat kemi dëgjuar shumë informacione kohët e fundit dhe pikërisht lidhen me ato që quhet mikrobioma intestinale, apo testi i mikrobiomës intestinale, apo rëndësia që merr zora vitet e fundit dhe quhet si truri i dytë për rëndësinë dhe funksionin që ka ajo në organizëm, si dhe lidhjen e zorës me trurin. Sa e rëndësishme është ajo për prodhimin e atyre që quhen hormonet e lumturisë, kryesisht të serotoninës. Sa e rëndësishme është ajo për të ruajtur imunitetin në organizëm dhe po aq e rëndësishme për përthithjen nga regjimi jon ushqimor të gjithë elementëve që organizmit i duhen për funksionimin e tij. Ky test është një test i detajuar gjenetik që përfshin gjenomën e çdo mikrobi që ekziston në zorë dhe pas këtij testi të tillë ne japim planin e integruar të trajtimit. Pra, në Fit Health ju nuk merrni vetëm një diagnozë të detajuar të saktë, por dhe një plan trajtimi të integruar. Dhe në këtë rast, plani i trajtimit të integruar përfshin suplementimin e detajuar në prebiotik, në acidet yndyrore, probiotik, planin e detajuar të regjimit ushqimor që ju duhet në varësi të këtij rezultati dhe trajtimi më i rëndësishëm është hidrokolonterapia, apo siç quhet ndryshe, fizioterapia e zorës, e cila rekomandohet 3 deri në 5 seanca në varësi të problematikave, e cila bën një shplarje të detajuar të zorës në gjithë gjatësinë e vet dhe hedhjen e një pjese të mirë të florës bakteriale në fund të çdo seance. Po kujt i rekomandohet në fakt kjo paket? Kjo paket i rekomandohet kryesisht personave që bëjnë infeksione intestinale të shpeshta, personave që kanë një imunitet të ulët, personat që kanë parazitoza apo infeksione mykotike të shpeshta, personat që kanë kaluar një sfidë onkologjike dhe janë trajtuar me kimioterapi, radioterapi, persona që kanë përdorur antibiotik për vite me radhë. Në fund të këtij trajtimi do të shikojmë që kemi një imunitet më të fortë, por kemi edhe një shëndet mendor më të mirë, sepse serotonina e duhur, mbi 90% e saj që prodhohet në zorë, do të prodhohet në sasinë e vet optimale. Pra, ne në Fit Health bëjmë diagnozën dhe trajtimin e integruar.